Emri saj u bë i njohur nga X Factor Albania. Pasi fitoi këtë kompeticion, Arilena Ara pas një viti pauzë u rikthye me këngën Aeroplan. Cilat janë të rejat e saj, pse ende nuk u publikua dueti me Tunën dhe kujt po i dedikon ajo një baladë. Për më shumë ndjekim materialin e radhës. Ishte nisur me idenë që të jetë kampione. Tashmë nëse vendin e parë në X Factor. Talenti i saj doli në paqe në paraqitjen e parë. Nuk ka një zë të dytë si ty në Shqipëri. Ky është fakt. Pas shumë sfidave, ajo u bë sinonimi triumfuesi të edicionit të dytë. Fitohet nga Arilena! Arilena Ara është një produkt 100% i televizionit Klan, pasi që për herë të parë u paraqit në spektaklin Gjeniu i vogël për të vazhduar me X Factor. Unë jam rritur në Klan, si që shihni në këto borë, kështu mund quhem pjesë e familjes së Klanit. Shumë vite përpara nisa karrierën time tek Gjeniu i vogël, kur isha një fëmijë dhe pastaj e vazhdova në X Factor dhe siç shihni, akoma nuk e kam mbytur pasi akoma gjendem në dyert e Klanit, duke intervistuar, duke punuar ato njerëz që dikur më dhanë dorën. Klani ka qenë mik i saj që në fëmijëri. Ky medium i solli asaj shkëlqimin e një ylle që gëzon sot. Por sa ka ndryshuar Arilena pas fitores? Arilena sigurisht nuk është mësme përpara. Dikur isha një konkurrente e vogël, duke nisur që nga mosha dhe pastaj duke nisur nga të gjitha aspektet e mundshme që ka një njeri. Dhe pastaj kalova një stad tjetër. Tani që jam futur botës së artit, botës muzikës, mendoj për emrin tim, kujdesem shumë për emrin tim, kujdesem për veshjen, për mënyrën e të menduarit dhe për mënyrën e të folurit. Pasi fitoi faktorin X, nuk u pa më në skenë, u shkëput nga muzika për një kohë. Një vit pauzë mjaftuan për tërmetin që shkaktoi me këngën debutuese. Pas mbarimit të X Factorit, si çdo në çdo kompeticion tjetër, të gjithë pyesin, gjithë publiku pyet se çfarë ndodh me fituesin, ku është, pse s'dëgjohet, çfarë po i bëjnë, çfarë fitojnë nga gjithë kjo eksperiencë. Dhe ne si produksion, si staf, u bëm një, siç ishim edhe gjatë X Factorit, vetëm në mënyrë personale dhe private, nisim në realizimin e aeroplanit, gjithçka e punuan ato të mëdhenjt. Pra producentja Vera Graboska me Alketa dhe Ision, dhe unë ndërkohë po prisja kur gjithçka ishte përfunduar. Jo vetëm kënga bëri zhurmë. Aeroplani pas vete mori edhe shumë fjalë për çmimin me të cilin u realizua. Ky klip barazohet me hiç më pak se 30.000 euro. Më vjen shumë mirë që e bët këtë pyetje, pasi që rastin të shpjegoj gjithë njerëzit që krijuan polemika në lidhje me 30.000 euroshin e klipit. Realizosh një klip nuk është aq e lehtë sa të tjerë të mendojnë, por gjithashtu nuk është aq e vështirë, pasi klipet këtu në Shqipëri realizohen fare lehtë. Por me mua fillimisht të shpjegoj që unë nuk pagova asgjë, unë nuk mora asgjë, thjesht realizova atë çka duhet, isha elementi kryesor, isha protagonistja. Të tjerët mëdhenjt, ato që punojnë me mua, ato u morën. Sepse gjithë njerëzit thonin Arilena kështu për pati mundësi, ka gjëra të parëndësishme. Dhe të realizoj një klip ka shumë komponent që çojnë drejt kësaj kvote të madhe, si për shembull duke nisur nga grimi, nga veshjet, vetëm nga stagjet e veçanta që janë bërë për realizimin e klipit tim, që ndoshta janë futur thjesht 30 sekonda, ama që kanë kushtuar shumë shtrenjtë, sepse ishte një projekt gjigant, themi për masa shumë të mëdha dhe gjitha detajet janë vlerësuar. Atëherë dueti me turën ashtu siç ishte përfolur, ishte deri në një farë pike i krijuar. Pas mbarimit X Factor ne menduam, kishim ide për të realizuar një bashkëpunim, por asnjëherë për të konkuruar në një festival. Nuk e tham asnjëherë që ne do konkurrojmë në një festival. Ajo përfol vet, nuk e di nga dolën fjalët, ama vetëm ne kur e dëgjuam. Dhe tani mendojmë, ne po flasim dhe kështu kënga është gati, kur të mundemi dhe kur të duam, mund të realizojmë edhe një klip. Rrugën e aeroplanit, këngëtarja shpreson që ta ndjek edhe kënga që do të publikohet në muajt e nxehtë. Atëherë projekti i radhës është realizuar mund këtë studio, por po presim që të realizojmë edhe ca projekte të tjera, ndërsa klipi do jetë gati, mjafton të japim startin dhe të publikohet. Në studion e regjistrimit, Arilena po punon një ndër këngët më të rëndësishme të saj. Teksti përçon një mesazh për babain e saj.
Jashtë skenës, ajo jeton jetën si të gjithë moçatarët e saj. Atëherë, dita e Arilenës fillon që në orët e parë të mëngjesit, përfundoj procedurën e shkollës, siç ndodh zakonisht me moshataret e mi, dhe pastaj kur kthehem në shtëpi, merrem me studimet për ditën pasardhëse dhe ri në dispozicion të muzikës, koha që më mbetet, për gjithçka që më duhet, për gjithçka që më kërkohet. Kur kam edhe kohën më të lirë, domethënë në dispozicion rri me familjen, kaloj kohë me motrat dhe mamën, siç më përpara. Arilena Ara padyshim që është sensacioni më i ri i muzikës moderne shqiptare, një sinjalizues i mirë se jo të gjithë këngëtarët e dalin nga programet e talenteve mbesin në hije.